Të nderuar nxënës, jemi në projektin e klasa, lënda e matematikës, klasa e 7, mësimdhënës Qemalidin Emin. Njësia mësimore, shumëzimi dhe pjesëtimi me 10, 100 dhe 1000. Shkolla fillore Liria Shkup. Shumëzimi dhe pjesëtimi me numra 10, 100 dhe 1000. Në fillim, pra të përmendim për vlerën vendore të numrave. Do marrim një numër me shumë shifra, të cilët do ta shihni për mënyrën e ndarjes ose të shënuarit e numra. Kemi presje dhjetore, kemi edhe ndarjen e numrit në grupe, pra nga 3 shifra. Kështu që të mësojmë pra shifrën e njësheve, numri 5, 5 njëshe, shifrën e dhjetëqeve, 2 dhjetëqe, dhe shifrën e qindësheve. Të tre këto janë të ndarë në një grup, pra, të cilën shënohen pra për të lexuar më bukur, me një pikë, grupi i parë, pastaj pra vjen shifra e mijsheve, shifra e 10 mijsheve dhe 100 mijsheve. Kjo është grupi i dytë, pra ku kemi shënuar, dhe pastaj vjen 1 milion dhe ashtu me radhë. Pra, për të lexuar sa më mirë numrat, pra i ndajmë në grupe nga 3 shifra, pra 8.374.625 presje, kjo presje, pra është presje dhjetore. E para pra është të dhjetat, pas presjes dhjetore, të qintat, të mijtat dhe të 10 mijtat. Këto janë pra vlerat vendore të një numri të caktuar pa të shënuar në ekran. Shkojmë atutje. Shumëzimi me 10, 100 dhe 1000. Të marrim një shembull. Numrin 12 shumëzon me 10, 100 dhe 1000. Dhe të shumëzojmë shpejt, pra mënyra e të shumëzuarit me këto numrat, pra është shumë e rëndësishme për caktimin e njësive matëse gjatë llogaritjes së tyre. Pra 12 herë 10, e dini pra të gjithë, bëjnë 120. 12 herë 100, shihet është 12 që pra do të përshkruhet, pastaj sa zero ka 100, 2 zero, vetëm i lëshojmë pra 2 zero. Edhe me 1000, 12 herë 1000, 1000 që i ka 3 zero, barazi, 12 që ne përshkrujmë dhe zerot ja bashkangjesim. Nuk ka nevojë fare të llogaritet pra as me laps, as me ditërën, për drejt për drejti, pra duke i përdorur zero. Sa zero pra kanë 10 që 100 ose 1000, as zero edhe i shtohet numrit paraprak. Ata marrë një detyrë shpejt. Sa mendoni 15 herë 10, 15 herë 100, 15 herë 1000. 1/5 herë 10, 1/5 herë 100, ashtu do t'i llogaritni pra në fletoret e juaja. Shkojmë një shembull tjetër, realitet, një detyrë. Shumëzon numrat e dhënë. 32 herë 10 bëjnë 320. Shive, zerën pra 32 vetëm me kështu zerë. Bëhet 32 herë 100, 32 që pra shkurt edhe 2 zerën prapa. 32 herë 1000, 32.000. Ja do t'ja japë një detyrë njësoj, 0.15 herë 10, 0.15 herë 100, këto do duhet pra ju t'i shënon në fletoret e ju me shpejtësi të madhe. Sa zero ka, ashtu presja dhjetore shkon pra do të tjetë. Pra 0.5 herë 10 bëjnë 1/5. Pra presja dhjetore do të shkon ashtu me radhë. Shkojmë do tjetë.
pjestimi me 10, 100 edhe 1000. Të shohim çka bën pra numrat gjatë pjestimit me 10, 100 edhe 1000. Shembulli 1. Numrin 12.000 pjeston me 10, 100 edhe 1000. Zgjidhje, ja, 12.000 edhe pjestim për dhe thot anulohen ka një zero. Sa zero ka numri i pjestueshmi dhe pjestuesi, pra dhe ta thëjmë dhe dhe t'i shojmë, pra dhe t'i largëm jashtë. Pra, pjestuesi ka një zero edhe ka një zero e anulojmë, pra edhe nga i pjestueshmi. I pjestueshmi ka 3 zero, pjestuesi ka 2, numrin 12 që ju e përshkruat, anulojmë pra të dyjat, edhe ngelim pra 120. I pjestueshmi ka 3 zero, pjestuesi ka 3 zero, po ashtu, të trijat pra anulohen, shyve, pra dhe dhe të shojmë se ngel numri 12. Njësë është shpejtë, pra 15 pjestim për 10, sa bëjmë 15 pjestim për 100, 15 pjestim për 1000. Pjestimi me 10, 100, 1000. Me detyrë, pjeston numrat e dhanë. 580 pjestim për 10. Një zero ka, normalisht pra zgjidhja e saj dhe tjetë 58. 1200 pjestim për 100, 2 zero ka, të dyjat anullohen, ngel 12. 13.000 pjestim për 1000, normalisht është 13. Edhe një detyrë, 1/5 pjestim për 10, 1/5 pjestim për 100 dhe 1/5 pjestim për 1000. Kini kujdes pra, presja dhetore shkon nga e majta në qoftë se pjestohen pra. Pjestimi me 10, 100 edhe 1000. Të shohim edhe një detyrë, pjeston numrat e dhënë, 58 pjestim për 10. Tani pra, shifni ki numri nuk ka, kujdes pra, tani kur pjestueshmi pra nuk ka zero, vendoset presja dhetore. Pra, i pjestueshmi pra, kur nuk ka zero, kur pjestohet me 10, atëre vendoset presja dhetore. Ja. Sa zero ka 10 që, pra 1, dhe thot presja dhetore dhe shkon për 1 nga e majtë. Edhe numri fitohet 5/8. Ja. Bëja. 125 pjestim për 100, 100 që ka 2 zero, të shohim sa shkon pra presja dhetore për 2 numra nga e majtë. Dhe bëhet 1/25. C-ja, 8654 pjestim për 1000, 1000 që ka 3 zero, shkon pra 3 zero, 3 njësi pra presja për para numrit 6. Ban 8/654. Jashtë. Pjestimi me 10, 100 disa mënyrat të tjera të zgjidhjes së detyrave, varianta të tjera. E tani pra i pjestueshmi është më i vogël se sa pjestuesi. Pra, nëse i pjestueshmi është më i vogël se pjestuesi, atëherë vendoset zero para herësit. Jashtë. Zero pra. Presja 8. Pra 8 pjestim për 10 është 0,58 ose 8 të 10. 12 pjestim për 100, pra ngelim pra 2 zero, 0 presja 12. Ashtu. Pra presja dhetore dhe shkon 2 për para. C-ja, 865 pjestim për 1000, 1000 që i ka 3 zero dhe shkon 3 numra për para, pra 0 presja 865 të 10.000. Pjestimi pra me 10 prap, me 100 edhe 1000, një detyrë tjetër gjatë pjestimit, pjeston numrat e dhënë, 6 pjestim për 10, pa me dhe me herët, 0 presja 6. 4 pjestim për 100, të shive 4 pjestim për 100, i ka 2 zero, e bënd pra 4, 0 presja 0, 4 të 100. C-ja, 3 pjestim për 1000, do të shënohet 3 të mitat,
0,003. Ata shumë e një detyrë, 5 pjesëtim për 10, sa bëjt 5 pjesëtim për 100, 5 pjesëtim për 1000. Të njëjta detyra, pra përsisht pra, të mund të zgjidhni një vetë. Shumëzimi dhe pjesëtimi me 10, 100 dhe 1000. Kemi detyrat e kombinuara, njëso 6 pjesëtim për 10, zgjidhje. 6, 10, bëje 4000 pjesëtim për 100, 40, edhe 345 herë 1000, bëjnë 345.000. Ashtu. Ja, një detyrë për në shtëpi, njëso shpejtë, një pjesëtim për 10, 1 herë 100, 1 pjesëtim për 1000. E tash të shojmë kur 10 edhe 100, pra, edhe 1000 që ka një herë, pra, shëndron në fuqi, pra. Kur baza është 10, kurse të reguar që është numër të ndryshëm. Për shemë, 10 në 1 është e barabartë me 10, një 0. Pra. 10 në 2, si fuqi, pra, shkuat 10, si prodhim shkuat 10 herë 10, pra 2 0, a 10 herë 10, pra është i barabartë me 100. Dhe të thotë, 10 në 4 është i barabartë me 100. 10 në 3, barabartë 10 herë 10 herë 10, 3 herë me 2, pra është 1000. 3 0, s'ka nevojë fare të shumëzohet, mi njerë vetëm përshkruan, pra 1 herë 1 herë 1 bë 1, pra është 1000. 10 në 4, 10.000, e të shpesh i kemi pa në rastet të ndryshme, 10 në fuqin 6, pra 1 milion që pra shkohet shkurtimisht të 10 në fuqin 6. Ja një detyrë në shtëpi, njëso 10 në 1, kemi të gacë, 10 në 6, edhe 10 në 9, pra cili numër e paraqet. Fuqia me bazë 10 dhe 100, shembulli 3, njëso fuqin me bazë 100, 100 në 1 është 100, 100 në 2 është 100 herë 100 bëjnë 10.000, ose 100 në 3 është 100 herë 100 herë 100 bëjnë 1 milion. Ta 60. 100 në 4 është 100 milion, pra 4 100. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 0. Janë një detyrë, njëso 1000 në 1, 1000, 1000 në 4, pra sa 0 dhe me pas, edhe 1000 në 3, sa 0, pra të t'i ketë për detyrë shtëpia. E tash, të gjitha këto që e mësuan dhe rëftash, është mirë t'i praktikojmë gjatë njësit matëse, njësit për matët të ndryshme. Ja në platyrë është për njësia për matën e gjatësis, njësia fillestare ishte metri. Ja, dhe ta paraqesë pra metri. Njësi më të voglë se metri, decimetri, dërma, centimetri, cërma, dhe milimetri, ama. Të e njësi më të voglë. Njësi më të mëlaje se metri, ja. E ka metri, da, hektometr, edhe kilometri. Këma. E tash, si shumëzohen, pra, në qoftë se prej njësis më të madhe shumëzohen në njësi më të vogël, pra shndrohet në njësi më të vogël, atëherë shumëzohet. Pra, 1 metër është i barabartë me 10 decimetër. Është i barabartë 1 metër me 100 centimetër. 10 herë 10, 100. 1 metër është i barabartë me 10 herë 10 herë 10, ose 10 në fuqin 3, sikur që përmendëm herët, milimetër. Kurse në qoftë se dojmë të shndrojmë prej njësisë më të madhe në njësi, prej njësisë më të vogël në njësi më të madhe, atëherë do të pjesëtojmë pra me 10. 1 metër është 0,1 dekametër, pra. Ose është 0,01 hektometër, ose 0,001
kilometër. Dhe të shonim pra këte, 1 metër pra i ka decimetër, i ka 100 centimetra, i ka 1000 milimetra. Ja këtë, 10 herë, 10 herë. Kurse, 1 metër është 1/10 e dekametrit, ose 1/100 pjesë e hektometrit, dhe 1/1000 pjesë e kilometrit. Atë me pjesë tim.